qindra milion euro importe i lashësh për shqiptarët. Arbesa Prifti, çfarë mendimi keni për protestën e banorëve të zonës naftmbajtëse të Patos Marinzës, që bankers nuk i njeh kontratat dhe presionin që po u bën për përgjysmimin e çmimit të qiras së tokave? Mendoj se banorët kanë absolutisht të drejtë dhe bankers duhet të çdëmtoj për të gjitha pasojat e krijuara nga metodat teknologjike që përdoren për nxjerrjen e naftës në atë zonë. Së dyti, nuk dua të hap panik tek banorët, por disa studime tregojnë se aty ka një rritje të ndjeshme të çmurëve me kancer. Dhe ata njerëz të pambrojtur, pa shtet, se në çdo vend të botës studimi do të zyrtarizohej dhe do bëhej përgjegjës cili do për rritjen siç shtuhet. Këto janë studime, po askush s'mund t'i hedh poshtë pa një studim serioz. Ndaj dhe banorët e asaj zone që është fusha e naftës më e madhe në Europë në tokë, meritojnë dëm shpërblim të plot, meritojnë ligjërisht një kontroll shtetësor shumë serioz dhe mbështetje kundër pasojave që mund të jenë krijuar në zonë nga gazrat dhe probleme tjera.